me vite ka kur në qendrat tona korrektuese kemi 1700 deri 1800 të burgosur, 1100 janë të dënuar dhe 600 deri në 700 janë të paraburgosur. Ndërsa sa i përket infrastrukturës, ju e dini që ka vite që kemi filluar në përmirësimin, ndryshimin e komplet infrastrukturës. Është ndërtuar burgu i sigurisë lartë, është ndërtuar qendra e paraburgimit në Gjelan, qendra e paraburgimit në Prishtinë. Jemi në fazën e ndërtimit të qendrës korrektuese për gra në Lipian, të qendrës korrektuese në Prizren, po ashtu është themeluar institucioni për trajtimin e personave me nevoja të veçanta, kështu që po kompletohet infrastruktura dhe jemi shumë më mirë sa shtetet e rajonit dhe jemi konkurrent në shumë fusha me shtetet më të zhvilluara të Evropës. Viteve të fundit kemi suksese të jashtëzakonshme në raport me parandalimin e kontrabandës brenda, siç e dini në baza ditore dhe javore neve në vazhdimsi njoftojmë opinionin për këto raste. Po ashtu kemi ndërmarrur një reformë në programe rehabilituese, ku edhe në këtë drejtim neve kemi ndryshuar shifrat për të mirë. Të gjitha të drejtat që i ka një qytetar i rëndëm, një qytetar i lirë, i ka edhe një burgosur brenda burgut. Për jashtë pjesën tjetër kur ai ka humbur lirinë për shkak të një vepre penale. Ne i burgosur, sipas ligjit, gëzon të drejtën e shfrytëzimit të vikendit, gëzon të drejtën e tipit të avancuar, gëzon të drejtën e lirimit të mëhershëm, gëzon të drejtën e lirimit me kusht, por natyrisht në rast se i plotson disa kritere. Ai duhet të ketë sjellje të mira brenda burgut, duhet ta respektoj rendin shtëpiak, njoftohet me të gjitha të drejtat dhe detyrimet që i ka dhe natyrisht varësisht prej sjelljeve që i ka, ai mund të jetë përfitues. Për shembull, ligji për ekzekutimin e sanksioneve penale në burgosuri mundson vikendin me përfundimin e gjysmës së dënimit. Natyrisht në rast se ky i burgosur ka të kaluar të mirë, nuk ka sjellje në periudhën e fundit brenda burgut. Po ashtu një person mund të lirohet me kusht në rast deri në 5 vite është i dënuar, nëse është i dënuar deri në 5 vite, ai mund të lirohet me 1 të dytën, sigurisht që pra po flasim për raportet e mira, për sjellje të mira brenda burgut, dhe i burgosuri i cili është i dënuar me mbi 5 vite, ai duhet të kalojë të 2 të tretat që të jetë aplikues për lirim me kusht. Siç e keni parë kohëve të fundit, mbi 50% e të burgosurve të cilët aplikojnë për lirim me kusht përfitojnë lirimin me kusht si rezultat i sjelljeve të mira, natyrisht si rezultat edhe reformës në programe rehabilituese, sepse tashmë kemi ndryshuar shifrat për të mirë edhe në raport me këto programe. Ka dhe beneficione tjera, natyrisht ta kanë të drejtën e angazhimit në aktivitete të lira, sepse brenda burgjeve tona përveç programeve rehabilituese organizohen edhe trajnime profesionale të ndryshme, aktivitete sportive, rekreative, kulturore e të tjera. Sot kur po flasim, mund të jenë 5 raste me dënim të përjetshëm, ndërsa dënime të shkurtra ka edhe me ditë, kur të burgosurit nuk paguajnë gjoba dhe natyrisht pas një periudhe ato shndrohen edhe në burg. Domethënë ka të gjitha prej disa ditëve deri në burg të përjetshëm. E dini, tashmë burgu i sigurisë lartë është burg në të cilin vendosen të burgosurit të cilët janë të dënuar mbi 15 vite burg. Burgu i Dobravës prej 1 deri në 15 vite, po flasim prej 1 sepse ka burgosur që janë edhe me dënime të shkurtra, po kanë shumë vepra të hapura dhe natyrisht ata nuk mund të kalojnë në tipin e hapur. Është tipi i hapur për të burgosurit të cilët janë shfrytëzues të vikendit, por edhe për ata të burgosur të cilët nuk janë shfrytëzues të vikendit dhe dënimi i tyre nuk i kalon 3 vite dhe që nuk kanë vepra të hapura dhe kanë sjellje të mira. Me vite nuk kemi të rastisur, rasti i vetëm është në qendrën e paraburgimit në Mitrovici që njoftuar edhe më herët, dhe rast për cilin janë duke u zhvilluar hetime si nga prokuroria, inspektorati po ashtu edhe shërbimi korrektues. Natyrisht neve nuk mund të japim një vlerësim të tillë sepse janë gjykatat ato të cilat zhvillojnë në vazhdimsi procese gjyqësore dhe varësisht prej këtyre aktvendimeve neve i pranojmë,
por ka vite që këto shifra nuk ndryshojnë, sepse ka pranime të reja, por sigurisht që ka edhe lirime të reja.